Pas muaj shpërritje, qeveria ka vënë në dispozicion të paktën 13 milion euro si dëm shpërblim për dëmët e shkaktuar nga zjarret masive që përfshin qindra hektar pyje dhe kullota gjatë verës së vitit 2025 në qarkun Kukës. Fondi synon të kompensojë dëmët materiale në banesa dhe objekte, por jo humbjet në bujqësi dhe blegtori, të cilat mbeten ende jashtë këtij vendimi. Sipas të dhënave zyrtare nga Ministria e Mbrojtjes, nga ky fond do të përfitojnë 15 bashki në Ragvendi, mes tyre edhe Kuksi dhe Hasi, dy nga zonat më të goditura në qarkun e Kuksit. Konkretisht, bashkia Has do të përfitojë 7 milion lek, ndërsa bashkia Kukës 6 milion lek, shuma që do të përdoren për kompensimin e dëmeve në objekte dhe banesa. Megjithatë, në listën e bashkive përfituese mungon bashkia Tropoj, pavarësisht se edhe kjo zonë u përball me vatra zjarri dhe rrezik real për zonat e banuara dhe pasuritë natyrore. Mungesa e Tropojës në skemën e dëm shpërblimit ka ngritur pikpyetje mbi kriteret e përzgjedhjes dhe vlerësimin e dëmeve në terren. Zyrtarisht, ky dëm shpërblim konsiderohet i plot vetëm në një drejtim, atë të dëmeve strukturore, ndërkohë bujqësia, kullotat, që për shumë familje në verelindje përbëjnë burimin e vetëm të jetesës, nuk janë ende pjesë e kësaj pakete financiare. Autoritetet bëjnë me dije se për këto dëme pritet një alokim i dytë fondësh, por pa një afat të qartë kohor. Zjarret e verës së kaluar lanë pas pasojat të rënda mjedisore, shkatruan sipërfaqe të gjera pyjore dhe cënuan seriozisht ekonominë familjare në zonat rurale të Kuksit dhe Hasit, ku varësia nga toka dhe blegtoria është jetike. Në një territor të brisht nga shpopullimi dhe emigrimi, zjarret dhe pasiguria për kompensim rrezikojnë të përshpejtojnë largimin e banorëve, duke e lënë verelindjen edhe më të ekspozuar ndaj fatkeqësive të ardhshme.